tjetër. E hapa tani, ora është 3 e drekës, sepse gjithë paradite kam qenë me Xhesin në përzyra duke bërë të gjitha dokumentat e tjera që në duhen. Edhe tani sa erdha në shtëpi u ndrova, u lyeva pak, edhe do dalë të takoj Rajin, sepse nuk kemi takuar që kur unë kam ardhur, dhe po nxitoj. Kështu që do ju marr me vete. Dhe kemi parë një kafe shumë të lezetshme ku bëjnë matcha dhe shpresoj ta gjejmë kollaj dhe të shkojmë të provojmë matchën këtu në Helsinki. Ndërkohë sot e kam mbytur me dëbor. E kam mbytur, nuk e di domethënë ku mund të kalojnë, sa që është bërë edhe vështirë për njerëzit ku mund të ecin dhe për makinat, sepse ka rënë gjithë natën, edhe tani gjithë ditën ka rënë dëbor. Ja ku është dhe Raji. Të dy janë me telefon në dorë për të kap momentin. Ja, kur bashkohem me Rajin unë, influenca. Shikoni sa e bukur që është kjo, me ofertë. Sa video kemi kështu në ndonë prova? No. Huh? Disa orë që unë kam ardhur në shtëpi edhe e pim kafe me Rajin, e pa të vëndin ishte shumë i lezetshëm, por matcha nuk na pëlqeu fare. Unë e piva gjysmën, por Rajin nuk e pëlqeu fare. Cheesecake-u ishte goxha i mirë. U kënaqëm, kishim kohë pa u takuar dhe u kënaqëm në muhabet. U kënaqëm. Si që pat ne shkuam tek HM-ja, aty e gjeta Rajin në fakt. Ajo bleu një dy gjëra të bukura, po s'kam ku t'ja u tregoj tani se Rajin nuk e kam këtu afër më. Kështu që do ju tregoj një gjë që unë mora për vete, edhe një gjë që Raji më bëri dhuratë. Duke që se si jemi takuar dhe unë kisha ditëlindje në 10 orë, ajo më bëri një dhuratë, e kishte parë këtë veshjen, për sa kohë po më priste aty tek ajo qendra tregtare, se unë shkova pak me vonesë, edhe më tregoi domethënë idenë e saj, se çai kishte pëlqyer dhe kur e provova, nuk e di, po sikur ma kishin prerë mbas trupit. Atëherë, po ju tregoj pjesën sipër. Është kjo ngjyra gri, edhe mendoj që kur të hapet pak koha këtu, kur të hapet në qershor, se mos i vini re flokët e mia që janë bërë për dush, por fokusoni te kjo që ju tregoj. Kur të hapet koha, me ato pupat tabis që un kam, që i kam lënë në Shqipëri, po varja, ose me pupat e tjera, këto do shkonin shumë. Kjo është pjesa sipër. Koka futet këtu, se asun kur e provova nuk po ja gjeja dot anën, edhe ka këtë kapjen këtu, edhe këtë prerjen e tillë. Ka këtë pjesën sipër, edhe pjesën e pantallonave. Pjesa e pantallonave. Injoroni zërin e kunatit tim që vërtet kur flet telefon. Por fokusoni këtu. Këto janë pantallonat me këtë pjesën kështu, janë të gjëra. Besoj e keni parë te klipet e mëparshme që ishim duke i provuar, mora atë setin që kam provuar. Më rinte shumë mirë dhe më pëlqeu. Në fillim kur i pash kështu, thash okay, sepse kjo është një lloj cope që ti nxjerr të gjitha defektet që mund të kesh. Te pjesa e poshtme jam shumë mirë, po te pjesa e barkut jam pak këto ansoret që na i prishin çik. Edhe pse un kam rënë 3 kg njerëz, nuk e di se si kam rënë, por kam rënë. Këtë e bleva vet. Kishte shumë ulje, shumë gjëra, por unë nuk dua të blej, sepse dua të shikoj çka kam, nuk e di, nuk jam në mood për të bler gjëra, por më pëlqeu shumë kjo bluza, shikoni pak. Është gjysmë golfi, është nga këto bluzat e tilla që mund t'i veshësh me një palë recipeta me tantel, jo si këto të përditshmet, por diçka që ti përshtatet, që mund ta veshësh këtë bluzën. Ka edhe kjo këtë prerjen me këtë elastiku nanash dhe e mora në masën extra small sepse hapet. Është copë që hapet edhe dua që të më ri mbas trupit. Tani kjo ka qenë, unë e mora për 9 euro, por nuk e di se sa ka qenë çmimi fillestar.
Nuk e di, sepse nuk i tregohet mirë. Kjo ishte blerja, është në këtë ngjyrën blu të errët. Nuk e di, jam shumë e lumtur për blerjet e sotshme, sepse më pëlqejnë shumë, edhe dua disa gjëra t'i kem të sakta kur dal në një darkave, sepse unë përgjithësi jam tip sportiv, edhe jam shumë bazike, nuk është se jam tip që guxoj me robat apo me eksperimentime. Jam shumë klasike, shumë bazike të thoja. Tani, kamerën e hapa që t'ju tregoja këto blerjet, por do bëjmë pak edhe rutinën e darkës. Do ju tregoj pak atë pastruesin vajor të Avenit, që u bë 10 ditë që e përdor dhe jam shumë e kënaqur. Më ishin krijuar shumë pjesë të thata në lëkurë, në fytyrë, dhe tani me përdorimin e atij vaj çdo darkë, fytyra ime nuk e di, është zbutur aq shumë dhe e ndjej aq mirë, domethënë nuk më kishte shkuar mendja që një larës vajor do më bënte aq mirë fytyrën. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Sot është ditë e diel dhe unë mendova të hap çik me vonesë këtë kamerën, duke qenë se thash do bëjmë revani ose hasude, nuk e di se si e quani nga anët tuaja, bëhet me niseshte, me sheqer dhe me, nuk e di, niseshte, sheqer dhe ujë. Do t'i hedhim edhe disa arra pekan. Sot është ditë e diel, ne nuk kemi dalë fare dhe thash t'ju tregoja këtë recetën. When I'm with you, the world feels bright, like walking through the calm of night. We talk about the days ahead, with every word a dream is spread. You take my hand and hold it tight. With you everything feels right. In your eyes I find my peace. A love like this will never cease. Every glance, every touch, so true. Every moment.
nga dita tjetër e këtij vlogut. Nuk ju kam folur fare sot, por ne kishim një punë për të vogël për të bërë edhe blevëm disa gjëra, të cilat do ja u tregoj shpejt sepse duhet të nxitoj, nga që do përgatisim një byrek me spinaq ose spanakopita që të ndryshe në Greqi. Atëherë, ishim te dyqani i rezervit edhe t'ju tregoj pak disa gjëra që blevëm. S'kishim plan asgjë për të bler, por duke qenë se kishte shumë ulje dhe na pëlqyen 1-2 gjëra, tham se jo. Më pëlqeu kjo këmisha në ngjyrën kafe, e cila i ka këto mëngët kështu të punuara me grep, edhe i ka shumë të bukura detajet. Ishte masa extra small, por më rinte shumë mirë sepse ka këtë stilin si oversize. Kjo ishte goxha ulje kishte në fakt. Këtë e moron 13 euro. Nuk e di se sa ishte çmimi fillestar, sepse ka këtë çmimet e tjera sipër, por e mora me 13 euro dhe është shumë e bukur. Dhe në fund ka këto detajet e qëndisura me grep. Tjetër, këtë që po ju tregoj tani, e pash në fund fare, kur do shkoja te kasa për të paguar, dhe shikoni pak se sa e bukur që është. Ishte masa ime, small, edhe është një fund i gjatë, roz dhe i punuar me grep edhe ky, nuk e di, është super i bukur. Këtë se kam provuar, do ta provojmë pastaj bashkë sepse do rregullojmë më vonë edhe atë komedinën e dhomës së gjumit për të vendosur ato organizueset nga Temus. Ju kam treguar edhe pakon e Temus, do ja tregoj mbas dite këtë, që tani të tregoj këto shpejt dhe të përgatisim drekën. Shikoni pak sa e bukur është. Nuk e di, me zipres, kur të hapet koha, t'i vesh shto me shapka, ose me pupa, me një kanatyre të bardhë, ose bluzë të bardhë, del si karamele. Tani, kjo është zgjedhja e Xhesit, e pëlqeu shumë edhe unë e provova. Unë e kam pak pjesën e barkut tu që më bezdis, por nuk e vras mendjen shumë, kështu që ky fustani është si tennis girl, me këtë green edhe këtë jakon me ngjyrën bordeaux, burgandi, me kopsa, ka 3 kopsa këtu para, të cilat unë tani i kam hapur sepse i provova, dhe nuk ishte shumë i shkurtër, as shumë i gjatë, ishte një plumb sipër gjurit dhe më pëlqeu shumë. Është edhe materialin e ka super të mirë, nuk e di, më pëlqeu shumë materiali i saj dhe më shumë unë nxitova, po më shumë e mora prej materialit sepse ka shumë të butë edhe të ngrohtë. Këto ishin 3 gjërat që mora unë, kurse Xhesi mori një vaj për mjekrën e tij. Këto ishin zgjedhjet e mia, sa po i pash i thash do t'i marrësh këto xhinset dhe pantallonat, sepse hapet koha edhe pastaj kërkojmë edhe i ke pa ulje. Këto xhinset i rinin shumë mirë, edhe ngjyrën e kanë shumë të bukur, dhe këto me ulje, këto nga 40 euro më duket. Nuk e di, do të shikojmë këtu. Nuk e jep. Nga 40 euro dhe këto 13 euro. Shumë të mira edhe këto. Dhe një blerje tjetër që ai bëri ishin këto pantallonat, që unë i kam shumë qejf tek çunat, edhe më pëlqejnë si rrin sepse janë si serioze për të ndërtuara me këtë modelin sportiv, me këto lidhset. Dhe janë të gjata për në verë, me një bluzë të bardhë sportive që t'i ri pak bukur mbas trupit, me një palatlete të bardha del Këto ishin blerjet e rezervit. Tani t'ju tregoj edhe se çfarë blem tek u futëm dhe tek HM-ja, HM Home, sepse duhet të merrnim një aromatizues për shtëpi. Përpara se t'ju tregoj atë, t'ju tregoj çfarë morëm te supermarketi. Një burrata, morëm tash u përzien gjërat. Ky është aromatizuesi nga HM-ja. Ne më para i merrnim tek Jysku, por ato mbanin nerë goxha të mirë, por mbaroheshin shumë shpejt. Edhe morëm këtë, që është me sublim patchouli. Edhe patchouli nuk e di, rich patchouli. Është me sweet hints of orchid and fig, me aromë të lehtë të orkides dhe të fikut. Mbante një herë, nuk e di, rich, unë i thash aromë rich, nuk e di, shumë e mirë. Ishte pak e shtrenjtë, 16 ose 17 euro më duket, por që shpresoj të na vej sa më gjatë. Kisha parë shumë tek disa vajza që marrin Temigena, që merret me fitness me këto, që tani prek një bebushe, ajo i përdor këto kosat e Skir. Edhe isha shumë kurioze, në Shqipëri nuk është se kisha parë, dhe mora të versionin e vogël një herë që ta provoja, do më pëlqej, dhe mora me vanilje dhe me çokoladë. Mezi pres ta provoj dhe këtë mbas drekës.
Tjetër morëm djath, shqyr kemi gjetur që ka djath grek, por nuk e merr dot me kilogram, mund ta marrësh vetëm me këto paketimet që janë nga 100 gram. Dhe janë më shtrenjtë se që janë në Greqi normalisht. Tjetër morëm edhe një çokoladë, të cilën e kemi ngrënë gjysmën, se na ka marrë uria. Dhe këtu sa do kemi këto thonë. Këtu kemi një gjallë dhe qumshin. Gjesi tani është fiksuar me këtë qumshin e dhis. Është goxha i shtrenjtë, por ne 2 veta edhe e çojmë një javë gati këtë qumshin. Është qumësht dhije, bën të 5 euro e gjysmë, por e çojmë gjatë. Edhe ky qumshi që unë përdor për kafen, kur bëj kafe ose cappuccino ose macchiato, i shtoj pak qumësht. Ky i barisës është me tërshër dhe është shumë i shishëm. Nuk më pëlqejnë ato të alpros, sepse ato të alpros kanë sheqer të shtuar dhe janë shumë të ëmbël. Mori dhe Gjesi kapsulat e tij të kafes, ai është i fiksuar me këtë të ristretto. Ka edhe disa lloje tjera aty, po këtë të ristretto thotë që nuk më ngacmonte stomaku. Dhe kjo për Gjesi, një për mua, që unë gjithmonë i bërtas sa eri merr këto, po s'kam çati bëj, janë Pepsi. Tani, i vendosim në përvënde, i çojmë nga dhoma këto rrobat që kemi marrë, dhe të fillojmë nga byreku, sepse këtu kam zënë brumin që në mëngjes e kam lënë mbi kaldaj, mbi kalorifer, që të ri brumin ngrohtë dhe të hapen petët kollaj. Ula pak zajnë, Gjesi? Nga dhoma ime, si që patu unë regullova sirtarin, komedinën këtu edhe ka dalë në dritë, e pas kam regulluar e kam futur kotun, sepse kam dhe sirtarin e parë, sirtarin tim, ku duhet të regulloj të gjitha make-upet gjërat që unë kam, regullova vetëm sirtaret poshtë, ku kam vendosur tek njëri sirtar veshmbathjet e mia, kanatiere, gjërat të tilla dhe çorapet, dhe tek 2 sirtar të tjerë janë vetëm për Gjesin me kanatieret dhe me të gjitha gjërat e tij. Kam haruar t'i fus edhe kapelet, ka gjithë to kapele dhe një e kam vendosur sot, ja ka edhe një tjetër këtu. T'ja vendosim edhe këto tek sirtari dhe pas kam edhe 2 organizuese të tjera të vogla që mendoj t'i vendos këtu tek sirtari im i parë, për ndonjë krem, për ndonjë gjë, nuk e di, por do shikojmë. Sirtari i parë është në gjendje katastrofe, por përpara se të vazhdojmë me rregullimin e sirtarit të parë, t'ju tregoj këtë pakon nga Sheini, nga Temu.
Nuk ju tregova organizuesit që mora tek Sheni. Nuk është se janë në një gjë kush e di, në krahasim me këto të Ikeas, por janë shumë praktike dhe kanë vendosur veshmbathjet, domethënë të brendshmet, si të mia dhe si të Xhesit, i kanë vendosur tek këto këtu, që kanë marrë tek Temo dhe rrin shumë mirë. Do ja u tregoj për pak, por përpara se t'ju tregoj sirtarët nga brenda se si duken me organizueset, t'ju tregoj së pakon nga Temo, se më zhbër mendja Shein. Atëherë, janë organizueset që ju tregova dhe tani kam marrë organizuese të tjera për sirtarin e parë, ku do vendosim në një vath, në një bizhu që unë kam, make-upet, nuk dua t'i mbaj te tualeti sepse aty bëhet rëmuj, pastaj më duhet t'i gjej edhe një pasqyrë për të vendosur këtu te komedina, por do bëjmë si do bëjmë këto po. Këto janë organizueset. Këto janë vetëm 4 copë, janë 2 të kësaj masie dhe 2 nga këto të voglat. Këto kushtonin 5 euro më duket edhe janë goxha për 4 copë kaq të vogla. Por do shikoj mos gjejmë në një vend, mbase mund të kishte tek Ikea, por mos më shkoi mendja. Kjo është Bosch, kishim marrë një termometër për kuzhinë, për kremra të ndryshme. Nuk kishim një të tillë për të bërë puren e patates. Unë e kisha gjetur anën se si do bëja pure patate, por Xhesi e donte një të tillë. Kemi marrë mbrojtësa xhami për telefona. Tjetër. Kem marrë unë këtë pluhuri që është për pastiqeri, për torta të ndryshme. E kam marrë në këtë ngjyrën silver. Do marrë më vonë edhe një në ngjyrën gold. Kemi marrë 2 nga këto si puna e mashave, harova, si punë e piskatorëve që ne heqim vetullat, por këto janë për kuzhinë, për pastiqeri dhe për kuzhinën, për Xhesin, për gjëra të ndryshme. Tjetër, kam marrë këto për telefonin, nuk e di si ja kam provuar akoma, do i shikoj pastaj. Kam marrë dhe një gjë shumë cute, që është kjo këtu për të vendosur çelsat. Harova që kam ato të çelsave nga Amalfi unë me limona, por nuk ka gjë, ato ta mbaj Xhesi, unë do mbaj këtë këtu, që është, nuk e di a dallohet, po prit ta hap më mirë, që ta shikoni. Është ka lidhje me pastiqerin, edhe që kur e pash tek Temo, thash do e marr. Shikoni pak, është me muffins, është me këtë telin e kuzhinës, mikser të vogël, edhe kjo. Është shumë e bukur. Nuk e di, më pëlqeu. Një gjë tjetër kam marrë nga këto stikerat interesante për çifte, që t'i vendos tek albumi jon që kemi me foto me kujtimet që s'jam marrë fare dhe harova të printoja foto të tjera kur isha në Tiranë. Tjetër që kam marrë unë, tani puna shkoi dhe termometri. Termometrin kemi të tjera për telefonin, për kamerën. Kam marrë një termometër kuzhine që e ndeza edhe është në rregull. Besoj se do bëj punën. Tani, që kam marrë tjetër? Këtë e kam marrë Xhesi për të pastruar kufjet e tij. Është si tip furça, si kit i vogël. Edhe unë kam marrë për kremrat, për lule të ndryshme që mund t'ju bëj tortave. Kam marrë këto mini spatulat e vogla, që janë shumë interesante, që janë me forma të ndryshme. Mund të bësh lule të ndryshme. Shikoni, është kjo e para, është kjo këtu, nuk e di a bëhet fokus, ja, kjo këtu. Kam marrë këtë tjetrën, që është më katrore, një tjetër edhe 3 të tjera të vogla. Këto ishin të gjitha gjërat që nuk e di pse, por na duket si kur këto kohët e fundit gjërat janë shtrenjtuar si tek Sheni, sidomos te Sheni, se më tha dhe Raj, por edhe këtu tek Temu janë shtrenjtuar goxha gjërat. Nuk janë më çmime si ka qenë më përpara. Por tani çdo gjë po shtrenjtohet, kështu që s'kemi çfarë të bëjmë. Duhet të rregulloj tani sirtarin e parë, t'i marr të gjitha gjërat e mia, edhe t'i sjell këtu, edhe t'i organizojmë. T'ju tregoj pak se si duket sirtarët e organizuar, të sistemuara tani, edhe nëse ju pëlqen ndonjë gjë mund të Worrying too much about everything you said, it won't do you any good.